Fillimisht duhet të thënë që në Kuvendin e Republikës është krijuar një gjendje e cila lehtësisht mund të konstatohet që kemi një potencial të fuqisë politike kundrejt një potenciali të mungesës së mençurisë politike nga ana e deputetëve dhe si rezultati i kësaj më pas kemi edhe këtë inicimin drejtuar gjykatës kushtetuese, një precedent jo i duhur dhe as pak i mençur. Pse precedent? Sepse që nga themelimi i institucioneve të Republikës Kosovës, pra në shikuar në jetëgjatësinë e tyre të ekzistencës, një situatë të tillë çfarë na ka ndodhur së voni nuk kemi patur. Pra është një situatë e cila studentët e juridikut në të ardhmen më besoj do ta studiajnë. Por ajo çfarë më brengos më tepër është që gjykata kushtetuese nuk ka sjell një aktgjykim i cili i jep zgjidhje juridike problemit politik. Te presidenti, interpretimi ka qenë bazuar në praktikën parlamentare deri tani. Se natyrisht nuk kishin përjetuar diçka të tillë, po ja që ndodhin edhe ato që nuk e përjetuar, ndodh që të bllokohen kështu në istikame, le të themi, të ngurta, nuk janë të gatshëm për kompromise, por insistoj se praktika parlamentare nuk ka njohur një formë të tillë votimi, ku nga hapur ka lënë në të mbyllur. Pikërisht unë përmenda shkarazi që gjykata kushtetuese nuk ka dhënë një zgjidhje juridike, një problematike politike krijuar brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Pse po e them këtë? Sepse gjykata kushtetuese do duhej analizuar nëse veprimet procedurale të kryesuesit të seancës, i cili nga një votim i hapur e ka rikthyer në një votim të fsheft, është apo jo i lehtëshëm të ndodh pasi që ka filluar procedura. Dhe këtë nuk e ka sqaruar gjykata kushtetuese. Pra, praktikisht, gjykata kushtetuese në një pikë të vetme të përmbajtjes së saj kërkon që Kuvendi i Republikës brenda afatit 30 ditor t'i jap zgjidhje kësaj problematike, pra ta konstituoj Kuvendin që do të nënkuptonte kryetarin dhe nënkryetaret e saj. Por se si të arrihet deri te konstituimi nuk e ka sqaruar, e para dhe dyta nuk e ka sqaruar çështjen nëse është procedurë e lehtëshme, çështja e votimit të fshehtë. Megjithatë ka vënë një ultimatum, 30 ditë i kanë, le ta gjejnë mënyrën si të duan. Por ju thoni që nuk e ka sqaruar çështjen e votimit të fshehtë, për çka dhe është drejtuar AKJ kushtetuesës. A mund ta marr një shembull ilustrativ, ndoshta më tepër edhe për shikuesit tanë. Nëse ju më thoni që gërmoni hapni temele për të ndërtuar një shtëpi, por në të njëjtën kohë nuk më tregoni nëse gërmimet duhet bëhen me një lugë bageri, duhet bëhen me një kramp, apo duhet bëhen me pirunat kuzhinës për të gërmuar temelet e një shtëpie. Je i zgjedhur aty për gjetur mënyrën për të konstituuar. Prandaj po them që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk ka dhënë sqarim juridik për problematikën politike. Si duhet të ecë tutje për të arritur afatin 30 ditor? A mund t'i vëjnë nën presion me që u ka vënë ultimatum kohor që detyrohen të bëjnë marrëveshje politike, si ndodh krejt praktikat parlamentare. Nuk e ka treguar nëse votimi i fshehtë është procedurë e lehtëshme dhe nuk e ka treguar se cila procedurë duhet ndiqet tutje. E vetmja gjë që ka kërku ka thënë brenda afatit 30 ditor t'i jepet zgjidhje kësaj çështje. Po se si nuk ka treguar. Pra problemi është që ne problematikën politike të Kuvendit të Republikës e kemi bartur në gjykatë kushtetuese për të marrë një opinion ligjor, për të kuptuar procedurat e vazhdimit të rrugtimit tutje për konsolidim të këtij institucioni. Po në anën tjetër, gjykata kushtetuese nuk na ka treguar se si të ndiqet rruga. Dhe nëse ky votim i fshehtë është apo s'është i ka komplikuar edhe më tej situatën, krizën politike? Sërish e ka lënë në vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës. Mirë, zoti Bokshi, sonte ju kishim thirrur të flasim për krejt diçka tjetër, raportin e Kosovës në këtë gjendje siç është me gjeopolitikën, me zhvillimet e shpejta që po ndodhin, po gjithsesi më thuaj, apo i gëzosh faktit që megjithatë ka një lëvizje që mund ta nxjerrë nga kjo krizë politike? Pavarësisht që po interpretohet që nuk na ka sqaruar sa duhet aktgjykimi sepse nuk ka decidivisht çështjen e votimit. Fatkeqësisht.
Po nuk e di, a duhet më gëzu, unë kom hek dorë moti. Domethënë nuk i kom përcjell seancat, kom prit kur të marrë vesh që është themelu ose është bërë diçka po. Po, si që tani kolegimi mbrëm nuk po e di më cila është me radhë. Kemi humbë edhe sensin e numrave. Po, dhe s'keshte rëndësi edhe më thonë pak tashti, me thonë me një farë lehtësi edhe pak më bocinik, gjërat po ecin edhe ashtu. Po, pyetja e parë është, për shembull, nuk jam jurist, edhe për vendimin mësova për jashtë, domethënë nuk e kam lexuar, po a ka drejt gjykata kushtetuese me caktu limit kohor, me thonë brenda 30 ditësh. Ai takon kjo drejt, edhe është e duhur në fakt, nëse edhe i takon. Pyetja tjetër që i kisha, që domethënë lind është çfarë mekanizma ka në dorë gjykata kushtetuese nëse nuk respektohet kjo afat. Çfarë ndodh pas 30 ditësh? Ai jepet e drejta partisë dytë. Po tash edhe presidenti ai ka çu pyetje gjykatës kushtetuese, domethënë as presidenti nuk ka ditë se si të veprojnë këtë situatë. Po a ka mekanizma gjykata kushtetuese me imponu vendimin e vet? Nuk ka. Edhe a ka para pa në vendimin e saj që pas 30 ditësh partisë dytë i takon e drejta nëse e para dështon ta zgjedh kryetarin e kuvendit. Këto janë ma shumë pyetje për mu se sa tjerat. Ky afati kohor për mu pak është i pa kuptim në thonë drejta. A ka kuptim afati kohor, zoti Abazi? Natyrisht se është e përcaktuar edhe... Ka bazë kushtetuese? Sigurisht që është realisht thirrët në kushtetut që brenda 30 ditëve të certifikimit të rezultateve deputetët janë të obliguar të zgjedhin institucionet, sepse humb kuptimi i legitimitetit. Natyrisht që është me shumë qartësi. Ka të që nuk kupton gjithçka, nga momenti i betimit deri tek formimi i qeverisë. Shumë qartë e shkruar. Qeveria është decisive, është e shkruar, që ka afat 30 ditë kur merr mandatin. Dhe njëjta mënyrë... Ke vlen edhe për kryesinë e kuvendit. Mënyrë të qartë e taksative thot në vendim që në momentin e certifikimit të rezultateve, 30 ditë nga certifikimi, deputetët janë të obliguar zgjedhin institucionet e kuvendit që është kryetari dhe nënkryetari. Dhe kështu konsiderohet seanca e mbyllur konstituive e kuvendit. Atëra po i bie që deputetët nuk kanë ditur të lexojnë këtë në. Jo, nuk është që nuk është. Në fakt, nuk është obligim i gjykatës kushtetuese të përcaktoj problemet politike do të zgjidhen në kuvend në bazë të marrëveshjeve politike. Po nëse po thoni që taksativisht është shkruar që 30 ditë kanë obligim, pse atëherë zgjati kaq shumë? Natyrisht që nuk është respektuar. Natyrisht që nuk është respektuar dhe kjo është arsyeja pse gjykata kushtetuese në mënyrë të drejtë për drejtë ju ka rikujtuar edhe administratës kuvendit, por edhe partive politike që obligimin kushtetues duhet respektuar. Marrëveshjet politike bëhen përbrenda, për atë është leju 48 orësh ndërmjet seancave që të arrihet tek marrëveshje politike. Nuk ka interpretim juridik kushtetues të marrëveshjeve politike. Problemi është që është bllokuar me qëllim i gjithë procesi. Dhe tjetra që po ashtu është qartazi në vendimin e gjykatës kushtetuese është që të gjitha seancat pas certifikimit janë bojtur në kundërshtim me frymën kushtetuese, që do të thotë tentimi që në mes të procedurës të ndryshohet nga votimi i hapur në votimin e mshet është jo kushtetues. Po këtë nuk e ka thënë gjykata kushtetuese. Kjo është ketër në rregull, e ka thënë. Mënyrë saktë e ka thënë. Jo, në akt gjykim nuk e ka thënë këtë. Në akt gjykim thotë të gjitha që nuk i ka dhënë zgjidhje një problemi politik për atë kohë sa është drejtuar tek një institucion që duhet të jep opinion ligjor. Pra është apo s'është votimi i fsheft i lehtëshëm në ndërrim të procedurës. Nëse lexojmë edhe se si duhet ndjekën hapat. Me siguri që kjo do të jetë pjesë e debatit në vazhdimsi, por unë mendoj që shumë qartazi nuk e ka tejkaluar frymën e kushtetuesës, ka bërë interpretimin e problemit të ngërçit në kuvend, duke ju dhënë e rikujtuar të gjithëve afatet kohore një dhe idenë që kalimi nga një proces në procesin tjetër, në mes të procedurës, është jo kushtetuese, ashtu e qunë. Se ka thonë gjykata kushtetuese? Ka thonë që të gjitha, sepse nëse lexoni me kujdes, e shkruan një nga një, moment për moment, kur është paraqitur kandidatura e zonjës Haxhiu aty, nuk i ka marrë votat. Dhe tentimi mandej kryesuesit që ta ndrojë procedurën e votimit nga votimi